Një tjetër projekt i Bashkisë së Vlorës po merr jetë tashmë, bëhet fjalë për një projekt i cili konsiston në rihabilitimin e një prej segmenteve rrugore që ndodhet përballë shkollës në Infrashë në Vlorë. Një projekt ky i hartuar fillimisht në vitin 2020, të cilit janë bërë shumë ndryshime për të nisur puna. Po flasim për një segment rrugor rreth 500 metra, i cili përshkon mes përmes bllokun e banimit. Rruga më parë ka qenë gjithë gropa dhe pellgje me ujë e ndotur, ndërsa tashmë pas realizimit të këtij projekti pritet të ketë një tjetër dimension dhe realitet. Jo vetëm kaq, por projekti i hartuar në zyrën e urbanistikës në Vlorë, për të cilën ka nisur puna për realizimin e tij në terren, parashikon një rehabilitim total të gjithë territorit. Ajo çfarë do të rehabilitohet fillimisht do të jetë rruga në brendësi të lagjes, e cila po mbushet tashmë me shtresën e çakullit për ta bërë atë gati për asfaltim. Jo vetëm kaq, por pjesë e projektit të rehabilitimit janë po ashtu edhe trotuarët, të cilët do të rehabilitohen nga fillimi. Pas mbushjes së rrugës me shtresat e nevojshme, aty do të nisë edhe asfaltimi për ta kthyer në një segment rrugor me kushte optimale. Ndër të tjera parashikohet edhe sistemi i rrjetit të kanaleve kulluese, në mënyrë që segmenti të mos mbaj ujë. Rruga në brendësi të bllokut të banimit do të ketë po ashtu kunetat kulluese për ujërat e bardha të shiut. Një investim ky me vlerë totale rreth 2.500.000 lekë të rinj. Në këtë projekt përfshihen po ashtu edhe vendosja e ndriçimit rrugor, si dhe pajisja me sinjalistikën e posaçme rrugore. Puna për rehabilitimin e kësaj rruge pritet të përfundojë brenda muajit qershor me afat maksimal 2 muaj.